themi shpesh herë që ngjyrën e zezë përpiqemi që ta eliminoni nga shtëpitë, më përpara pak në ka qenë ky miti, sepse ndikon keq në gjendjen tonë emocionale, në atë mentale. Është ka ndonjë lidhje ndikim që për shembull ti mund të jesh ke kaluar një ditë jo të mirë gjatë gjithë ditës tënde, ke shkuar në shtëpi, e futur dhe në atë dhomën tënde gjumi ndoshta për u qetësuar, dhe ajo ngjyra e zezë të tërbon, të vret, ndoshta të fut më thellë në atë gjendjen tënde të keqe. E zeza duhet me pika në shtëpi, nuk mund të jetë një gjë komplet e zezë. E para, e dyta, e zeza është lidhur shumë me luksin, sepse sigurisht nëse ti merr po ja fus hidrosanitare të zezëm, ti duhet sigurohesh për shumë gjëra që ato të vazhdojnë të qëndrojnë të zeza dhe mos të bëhen më pas të bardha nga kalkaret e kudion se çfarë. Dhe është lidhur me luksin, dhe duke u lidhur me luksin, shqiptarët aq duan dhe e kanë mbytur shtëpinë me të zezë dhe me florin. Dhe është bërë shtëpia Versace komplet. E vërteta është që e zeza është ngjyrë shumë e fortë, apo dhe kuqe e fortë, apo vishnja, që do të thotë ti nuk mund të kesh hapësira shumë të mëdha të mbushura me to. Por nëse e përdor siç duhet, sigurisht në drejtimin e një profesionisti që të ka dëgjuar shumë se sa thjesht është marrë me. Për mua puna më e madhe e një arkitekti është sa dëgjon e një arkitekti e kujdo që punon. Profesionisti. E kujdo që punon me njeriu. Edhe ti nëse do ta bësh punën tënde mirë, do duhet të më dëgjosh mua që pastaj të vazhdosh të më pyesësh. Ti, për fat të keq, një pjesë shumë e mirë arkitektëve ta nuk dëgjojnë, nuk i punon veshje fare. Dhe përpasoj nxjerrin produktet që nxjerrin dhe ju a bëjnë shtëpinë e zezë njerëzve pa i thënë jo. Për të parë episodin e plot, klikoni linkun në bio dhe subscribe në YouTube për më shumë.